Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin tonë Rrëfi me Jete për të ndarë letrën e radhës. Do të ndaj një letër goxha të dhimbshme, një letër që në fakt mua më ka prekur në shpirt, janë fjalët e një nëne për nusen e saj, e cila nuk ka raport, nuk ka marrëdhënie. Ka një urrejtje të madhe për vjerën, ka një mblef të madh për vjerën që realisht nuk e kuptoj edhe unë nga kujt po I vjen ky mblef. Mi mbrëma Tiron, shpirti nënës jam e lumtur që të kemi. Faleminderit. Po e shkruaj këtë letër me lot në sy dhe me një shpirt që po më dhëmb. Nuk e di se nga t'ja dal, nuk e di se çfarë të bëj, nuk e di se nga t'ja filloj. Kam vuajtur aq shumë sa që nuk e besoja që vuajtjet e mia do të shndrohen në një karvan edhe më të gjatë të vuajtjeve. Jeta ime nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e lehtë. Është jetë dinamike, është jetë e mbushur me strese. Është jetë e mbushur me pikpyetje që në të vërtetë nuk po gjej përgjigje. Po vuaj aq shumë sa që nuk e besoja që pleqërin do ta gjej këtu, mes këtyre 4 mureve, mes vuajtjeve, mes goditjeve që jeta mua më dha. Qen ka tepër I rënd fati. Qen ka I rënd kur e rit ke fëmijën, edhe kur ardh ka dikush, edhe ta kthe ka si të dashka vet. E nusja mua ma ktheu djalin. Ma ktheu si deshti vet. Ma ktheu si kur I pëlqeu asaj. Mua më la që të vdes në vetmi. Kur unë isha 72 vjeç, djali dhe nusja përzjodhen rrugën më të dhimbshme të jetës, të largohen edhe të shkojnë të jetojnë vetëm. Jo se të lëvdoj veten, por kam qenë gruaja më e dashur në lagje. Ndaq për mikpritje, ndaq për respekt, ndaq për dashuri, kam qenë e para në lagje që mundohesha që ta jap. Sepse mundohesha që t'i vlerësoj njerëzit. Nuk doja që t'i lëndoj njerëzit. Vjerën time e mbajta shumë. Jo me shpresën që të më mban mua nusja, por e mbajta sepse e desha. E doja si nënën time. Dhe ka marrë bekimet e saj. Vjera më thonte të dalë të nusja e djalit ashtu siç më mbajte ti. Por nusja e djalit që kur erdhi në shtëpi erdhi me turinj. Siç duket ja kishte kërkuar më herët djalit që të mos të kemi raporte, të mos të kemi respekt, të mos të kemi dashuri për njëri tjetrin. Por unë thoja hajtë se është e re, do t'i kalon. Ama edhe pse ishte e re, nuk I kalonte. Inatet, mblefet, urrejtjet vazhdonin për të dhe bështe situata më e vështirë, bështe situata më e keqe, bështe situata më e trishtë. Nuk e kuptoja nga ku po vinte I gjithi ky inat. Derisa filloi më në shtëpi duke më thënë që nuk të dua, të urrej, të mallkoj, zhduk mu nga jeta ime, zhduk mu nga shtëpia ime, zhduk mu nga familja ime. Unë nuk ja tregoja çunit këto gjëra se thosha, hajtë se djali mos më mërzitet, hajtë se djali mos më stresohet, hajtë se djali mos më tensionohet. Le t'i kalojmë gjërat me qetësi. Le t'i kalojmë gjërat me dashuri. Kështu thoja unë. Por në të vërtet nuk ishte kështu. Në të vërtet djali hiqte shumë. Kalonte tmerre, kalonte vështirësi të rënda me nusen e vet. Nuk ishin të lumtur.
I shikoja natë për natë duke u thënë. I dëgjoja. Përplasëshin gjëra në përmure, thoja ç'po ndodhte. Por nuk e dija që sebepi isha unë. Mendoja që nusja është xheloze e re. Hajt mundohesha që ti flas, hajt mundohesha që ta këshilloj. Po kujt ti flasësh? Nuk dëgjonte në asnjë mënyrë. As që deshte të dëgjonte. Sa herën që ishte për mua, se unë në këndin e nënës ti ndëgjoja ato gjëra, bërtiste, ose kjo të zhduket prej shtëpie, ose të zhduke mu. Unë e dija se çfarë ka folë për sëri nesri qeshja. Qeshja si kur të mos ketë ndodhur asnjë gjë. Ç'të bësh? Kot në këthon. Fëmija të futë gjallë në dhem. Dhe i pash më të gjithë gjëra që shkonin dhe i thash birë. Nëna do të dalë prej shtëpie. Do të shkoj të jetoj tek vajza. Ka marrë te dhëndri. Nuk dua ju të mërziteni. Nuk dua ju të stresoni, shikoni jetën tuaj. Shikoni qetësinë tuaj dhe rëndësika që nusja të jetë mirë me ty. Dhe unë e mjera, nën e mjera. Ashtu bëra. E lash djalin, lash nusen, edhe erdha te vajza. Sot jetoj me dhëndrin, por shpirti më digjet. Zemra më dhëmb. Dhëndri çdo ditë më thotë që pajto me djalin. Po unë s'kam gjë me djalin, unë e pajtuar jam. Po nusja nuk më don. Pajto sa të duash, nuk më don. Nuk kam se çfarë të bëj. Nuk kam se si ta hesht. Kjo është bujtje shumë e madhe, është merr shumë e madh. Vetëm dua t'i them djalit që të paktën hajde ndonjëherë më tako, ti e din kush jam unë. Ti e din kush ka dalë me dëshirën e vet. Hajde më tako se do të vdes një ditë e do më kërkosh. Po kot se ja thua, që do kur nusja nuk të do. Dhe mua kjo gjë më dhëm shumë. Më dhëm palca se çfarë kaloni mbir. Vetëm e vetëm për të mos ma thënë mua të gjithë trishtimin. Biri nënës, unë të dua. Në fakt këto janë fjalët e kësaj nëne, e cila me lot në sy ka shkruar. Unë them që këto nuset le të kenë pak respekt, le të kenë pak kulturë. S'është e bukur kështu, nuk është njerëzore kjo gjë, është turp. Në fakt njerë që të komentojnë këto gjëra, dhe të nxjerrësh nënën, se nuk e do nusja, po më fal më i motër, ti nuk e marrë në jetimore. Ti ke marrë në një shtëpi, ai ka pas nënë e bab, ti ke ditë këto gjëra që në fillim.